Përshëndetje miq, do të tregojmë pak se çfarë do ndodhi astrologjikisht me datën 14 deri në 16 maj. Këto dy ditë janë pak delikate sepse Dielli dhe Jupiteri do të ndrojnë shenjë pikërisht në këto dy ditë. Do të thotë kur një planet ndryshon shenjë, do të thotë është njësoj si njëri që ndërron një shtëpi, është rroba të reja, shtëpi e re, gjendje e re. Dhe këto dy planet pra nuk janë shumë të fuqishëm këto dy ditë. Do të thotë që nuk do të japë rezultate shumë të mira. E çfarë do thotë kjo për neve njerëzit? Do të thotë që ne mund të përjetojmë zemërim nga padrejtësitë, nuk ke besim në asgjë, pra Jupiteri shumë i dobët. Krizë identiteti, kush jam unë, vetëm mua ndodhin këto gjërat. Mund të përjetojmë gjithashtu, meqense Dielli është më i dobët, këto dy ditë mund të kemi një rritje egoja, qoftë të brendshmes tonë, por edhe të njerëzve përreth nesh. Mund të përjetojmë gjithashtu dhe lodhja mendore. Kështu që ai që do të thojë që mirë është të bëni, është të qëndroni sa më shumë në natyrë, ecni në natyrë, homazhe Diellit, përsërisni mantrën, unë dua të harmonizoj me vullnetin hyjnor, për ulem ndaj natyrës dhe universit.